E gjithë ka filloj nga një status në profilin personal të deputetit Berat Buzhala në Facebook, pjesët të cilës u bën edhe aktori Enver Petrovci dhe gazetarja Radio Televizionit të Kosovës Zana Mezini. Çka realisht fshihet pas këtij rasti, i cili këto ditë të fundit mori hovë në të gjitha portalet vendore. Këtë më së miri e kuptojmë nga materiali përgatitur në vazhdim. Data 9 mars na solli risi në shtypin roz. Berat Buzhala postoi në rrjetin e tij social Facebook një status ku në një formë apo tjetrën shprehet pakënaqësia e deputetit kundrejt aktorit Petrovci, ku sipas tij aktori nuk është shprehur siç i ka hije në një emision. Statusi thotë: Sapo e dëgjova një kanal televiziv moderatorin tek e lavdon një film të Halil Budakovës, Shkolla e Maleve. Përballë tij ishte Enver Petrovci, i cili nuk pat kurajn as profesionale as qytetare me e tha mendimin e tij për produktin në fjalë, e mandej qohet me fol për do vlerat të tij artistike, kjo në një. Kjo ishte nisma e fjalimit në shkrim të deputetit, e që aktori Petrovci ka një mendim për gjithë këtë mesele që ndodhi brenda këtij sherrri. Tash kjo ka qenë para 3 vjetë. Mes pare ky po rren, po gënjen që është kjo para disa ditë. Filmi ka 3 vjeta, 2 vjeta, që di e zvetë, sa që ka dalë. Edhe është e vërtet se unë kam folë shumë mirë për këtë film, për temën e filmit, shumë mirë kam folë, tash që ka pa aj, apo a ka pa aj, nuk e besoj. Në ndë, Petrovci i pyetur për homoseksualit, tha se edhe ata i ka falë Zoti, si që falë njerëzit me 2 koka e me defekte tjera, artist e jo mahi. Përfundon deputeti komentin e tij. Shpari unë të se besoj se kjo nuk është mënyrë e të folurit tim, se nesër edhe fëmiju im mundet me qenë homoseksual, nuk i dihet, ose kushëriri im. Pra unë kam mirë kuptim për ata aq sa natyra i ka falë. Se ata sigurisht po t'i pysje, edhe kam bisedu me ta, pse jeni homoseksual, si qo kemi bisedu, edhe thjesht kam nevoj për këtë mënyrë të jetesës. A mos, i kam pyet, a mos je bë me kohë homoseksual? Jo, prej fillimit këtë ndjenje kam pas. Dhe ajo është pjesë e natyrës. Natyra ka faj si tillë, ai nuk ka faj. Nëse kështu më citon dikush, atëherë e kam thënë këtë. Aktori u shpreh në një formë që nuk e ka thënë në këtë mënyrë, po në tjetër. Po në rastin e Zanës, si e sheh ajo nga këndvështrimi i gazetares e jo nga këndi personal. Po tash mënyra që është dikush shprehet, mundet shpesher me gabu në mënyrën e artikulimit. Mënyra e artikulimit diçka që ti mendon në momentin që e nxjerr prej gojës, mundet me të dhënë shumë kuptime. Edhe nuk e di çysh e mendon edhe çysh e thot, shpesher gabojmë gjithë kur shprehim një mendim, në vend se me thonë ata që vërtet e mendojmë ose e ndjejmë, i dhojmë kohjet kundërt. Kjo punë bëhet shpesh me qëllim e rrallë herë dhe pa qëllim. E po në këtë skandal u përfshi dhe gazetarja Zana me ose pa dëshirë. Ra një like i saj e gjithçka u zmadhua. S'ka qenë qëllimi me u përfshi ose me u zgjeru kjo çështje me u bë temë dite, po thjesht ka qenë një pëlqim i imin statusin e deputetit Buzhala. Thjesht më ka pëlqyer statusi ose me thonë më mirë komenti. Aty kam pas disa like, por kur e pash lajkun e gazetares që punon në RTK, pata nevoj me reagu. Me i thanë, nuk pres për një gazetare i cila punon në RTK, që t'ja bën like dikujt, pa e verifiku, ka ana tjetër, është parim i gazetaris të ndershme, pra duhet mi ndëgju 2 anë për me e dhënë lajmin. Aktori në fjalë nuk është se u dha edhe shumë pas statusit që shkruajti deputeti Berat Buzhala. Për mu ishte rëndësishme kjo gazetarja, se deshta vetëm ja dhënë, se unë jam mësues me profesion, vetëm deshta me ja dhënë një vërejtje pa të keqe. Mos bën ashtu, e drejta është kështu. Nuk e kom logjiku, nuk e kom marrë që dikush mundet me shku aq larg, me analizu kush e ka pëlqyer një postim, kush është kjo Zanina që i ka bo like, edhe me ardhë me më shkru një inbox, pse ti po i bën like, do të thënë një farë gjykimi, ose mos me thonë kërcënim, një farë gjykimi, mendimit tim të lirë. Unë nuk prezantoj RTK-n në atë rast. Zana, është apo jo adhuruese aktorit Petrovci? Jo, thjesht jo, është çështje e shijes kjo punë.
Përkundër faktit edhe pse deputeti Berat Buzhala ishte nismëtari gjithë këtij skandali llafësh, nuk arritëm që të jemi në kontakt me të, nga disa u tha që deputeti është jashtë vendit. Sidoqoftë, me kaq shpresojmë t'i vi fundi.